Ma kisha pas qef. Me thonë, që shtëpia jam. Jemi 7 anëtar familjes. Para një javë ditë më ka hi qeni aty, më ka hongër në kom. Tu mundu me pështu pullat në manjitin. Si më i qeni? Dalë tu bëjnë për deponia, tegra, kam shpenzime mujore. Këllat nalta që një rrugë nuk e përthekon. Jeton Ismaili prej më shumë se 40 vitesh, jeton në njërin nga barakat pranë ndërmarrjes Feronikeli në Drenas. Historia e tij është e rëndë, por plot durim dhe përpjekje për mbijetesë. Pas vdekjes së babait, jetoni u vendos aty bashkë me nënën dhe motrën. Sot, a jeton me bashkëshortën dhe 5 fëmijët e tij në kushte të rënda. I pyetur pse nuk mund të punoj, ai rrëfen se përjetimet e rënda gjatë burgosjes para vitit 1999 kanë lënë pasoja të mëdha në shëndetin e tij. Por jo vetëm ai, e gjithë familja vuajnë nga probleme të ndryshme shëndetësore. Vetëm njëri prej fëmijëve është në gjendje të punojë. Jeta si jetë këtu, në barok është e vështirë. Dimni atë i ftohtë, verës shunrin mrena. I kam 4 djemë, një vojzë. Vojzën e kam më të vogël në klas 8. Është anemike për gjakut. Djalin e madh e kam me aftësi të kufizume. Ona e majtë, komës e durës nuk i punojnë. I ka 4 operime. Djalin e dytë e kam anemik para 4 viteve. Ka marrë gjak, tash i shpeshtohet. Duhet prapë me shku me marrë gjak. Mjekët kërkojnë ushqim të veçantë për atë djalë. Kushtet nuk janë. Vjetë o borin për venave, se pat një shku koma. Edhe ato fal një donatorit anonim. E ka paguajt operimin. Mas vitit 3 tash u i bo operim për zorës qore, djali 2. Djalin e 3 e kam me epilepsi. Djalin e 4 e kam diabet, i bje sheqiri. Për të 4 nevojitet ushqim të veçantë, trajtim mjekësor, kujdese ma shumë, mundësit nuk janë. Po sa anëtar të familjes punoni? Sa prej jush keni mundësi me punu? Jemi 7 anëtar të familjes. Djali i 2 punon, aty këtu, me keramika. Po, kur të nxem ujnë 300 euro, 7 anëtar nuk doli. Çdo ditë jetoni mbledh mbeturina në deponitë e mbeturinave për të siguruar diçka për familjen. Ai kujdeset edhe për pak kafshë shtëpiake, të cilat i rrit me shpresën se një ditë do t'i shes. Para një javë ditë më ka hi qeni aty, më ka hongër në kom. Në 2 kom. Shko kuj pullave. Do dhe një mundu me i shpëtu dhe që ato 4 pula që i ke pas? Tu mundu me pështu pullat në manjitë. Ma i qeni ty? Po i maj do lepra që atë sa me gjopë pak, dhe se në kam shqitje, po jo që atë shumë, se. Dalë të bëjnë për
deponia tegra këtu, limenka në për rrugë, limenka hekër, qka gjoj marrë të bëj, për mas atje i kam. Dhe ato muni me po. Dhe më thojnë, edhe pse po thu që nuk mundesh me punu prap munohesh, me aqë sa mundësi që ki. Po jo, menet nuk ban. Menet nuk ban se pineja së senski. Edhe me këto po e kuptoj që ti nuk është që veç prajt njerëz të tjerë me të një mu po munohesh edhe vetë. Jo. Kam shpenzime mujore, kërgjat nalta që një rrugë nuk i përthekon, edhe po më duhet me dollë edhe vetë. Po shambull, sa pare gjatë ditës mundesh me i fitu, me qëto kanaqe që i mbledh, hekrat? Po më varet ato që është gjujnë e sene, për shembull këm posë tash një ditë një fotokopje e vjetër, e ka gjujtë në deponi atje, po ta fatë, shkova aty e gjeta, e mora kolicën e shkova sene, 75 kg, 73 kg që është e ekër. Aty e kom shkatru ato, ka pos bokur, ka pos alumin pak e sene, që ashtu që në qatër fotokopje që e gjeta unë e qatë mëngjes e sene, për 27 euro në dollën aty. Kjo është shumë e rrallë, po besoj se... E rrallë është ajo. Me qëllu një pajisje qatë shumë e ka shumë hekër, rrallë ndodhë. Dal, i shkatrej kauqat, i marrë federa drosat e sene që shtu. Për rrallë janë ato sene, për shembull, dita me nëzon ditën, unë nuk dalë, s'kam ku me dollë non-stop me punu atje, po kur dalë, qëto që ka të gjoj, e marrë me veti, nuk e leo atje. Në gjithë këtë vuajtje, a i mbaj një dëshirë të madhe në zemër, të ketë një shtëpi të tij, një vend që do ta quaj shtëpi të vërtet për vetën dhe familjen e tij. Ma kisha pas qef. Me thonë, që shtëpia jam, morit edhe mu plak baraka, pa pas mundësi. Në Pletni, po duhet me thonë, po qësh është ajo ndjen me pas një shtëpi. Nuk jam pja tyne që kam tokë edhe po kërkoj banesë ose shtëpi. Nuk kam tokë, nuk kam banesë. Jam rrit jetem, pa bab, pa migjallar, pa pas pjesë në hisë dikun. Që është jam rrit vetën. Jam rrit veç me nënën edhe me motrën, a? Jam rrit veç me një nënë edhe me një motër. Motrën e kam partu me në Shkup. Unë jam jetë këtu.